Platforma qeveritare e Albania vijon të mbetet një nga mjetet kryesore të qytetarëve për marrjen e shërbimeve publike online. Gjatë muajit prill 2026, statistika tregon një nivel të lartë përdorimi dhe një rritje të vazhdueshme të ndërveprimeve digjitale mes qytetarëve dhe administratës shtetërore. Sipas shifrave, në platformë janë regjistruar gjithsej 44.712.935 transaksione. Ndërkohë, qytetarët kanë pasur në dispozicion 1.279 shërbime elektronike, të cilat janë përdorur në total 3.484.295 herë vetëm gjatë muajit prill. Ndërkohë, numri i përdoruesve të regjistruar në portal ka arritur në 3.484.295 qytetarë. Kjo dëshmon për përfshirjen gjithnjë më të madhe të qytetarëve në shërbime digjitale. Po kështu, gjatë kësaj periudhe janë gjeneruar 962.258 dokumente me vulë elektronike, një element kyç që garanton vlefshmërinë ligjore dhe sigurinë e dokumenteve të përfituara online. Shifrat e muajit prill 2026 konfirmojnë vazhdimin e transformimit digjital të shërbimeve publike në Shqipëri, duke reduktuar kohën e pritjes, procedurat fizike dhe kontaktin direkt në sportelet fizike. Albania po konsolidohet si porta kryesore digjitale për shërbimet publike, duke lehtësuar ndjeshëm aksesin e qytetarëve dhe bizneseve në administratën shtetërore. Kjo shkallë e lartë përdorimi tregon besimin në rritje të qytetarëve në shërbimet online.